Sepse të gjithë janë të friksuar nga kjo ide, domethënë se çfarë po han. Të gjithë. Problemi që ndodh, të gjithë janë të friksuar, asnjëri s'bën asgjë. Sepse pyetja që ime, ore ky Edi Rama ku ha më vlla? Ky Anila Dena ku ha? Ky Sali Berisha ku ha? Ose çfarë ha më vlla? Se këtyre nuk e se u asjellin nga Franca, nga Italia dhe ti ha këtë, këto tjerë nuk do i ham ne. E kupton më, ore bënte një analizë Ervin Resulja i veterinarisë para ca kohë se më bëri shumë përshtypje. Ore tha, neve tha harxojmë tha X ton qumësh në ditë. Po. Okej. Neve kemi këtu tha në Shqipëri, kemi kaq krerë lop. Okej. Po. Krerë, sikur këto lopët të bënin qumësh në mënyrë kështu, nga 20 litra për lop. Neve s'na del për një ditë domethënë këto. Atëherë kuptoni se për çfarë produkti po han dhe po pinë shqiptarët? Të pakontrolluar. Dhe pyetja është, mirë nuk neve s'na duan këta. Ore për vete çfarë han më burr? Se kuptoj këtë histori domethënë. Edhe për te mishit, akoma më i rrezikshëm është peshku andi. Dhe këtu rezervatet e peshkut, peshku i mbashtruar, është bërë domethënë nga Butrinti, nga midhja e Butrintit e deri në Velipoj. Është çmenduri. Është çmenduri. E qartë. E kupton domethënë çfarë vendi jetojmë? Dhe këtu as edhe një ministër bujqësie nuk ka marrë as ndonjë lloj, po themun, ngarkese politike ose nuk është bërë domethënë politika asë çfarë. Si është bërë ky vend, sikur Ministria e Bujqësisë nuk ekziston fare, po fare është një ministri e cila është dhe ajo aty. Nuk e di çfarë funksioni ka. Ndërkohë që Ministria e Bujqësisë nuk ka në detyrën e saj vetëm të përgjithësisë njerëzit e di çfarë mendojnë kur thon Ministria e Bujqësisë. Me traktorin e traktorin, tokat, që as për ato nuk është përgjigjur. Dhe fermerët janë në mëshirë të fatit. Por Ministria e Bujqësisë është institucioni më i rëndësishëm sepse ka në varësi të saj të gjithë linjën e ushqimeve që ne konsumojmë në përditshmërinë tonë. Dhe populli e ka harruar këtë sikurse e kanë harruar edhe vetë ministrat të cilët shkojnë aty. Nuk e di a e din këta rolin dhe funksionin e tyre. Vetëm një fjali do të them këtu se do ta harroja këtë. E di me çfarë merret AKU-ja në kuptimin e mirëfillt të fjalës? Shpjegoj që ta kuptojmë të gjithë. Pjesa e kam hequr në kurriz sepse jam marrë dhe unë me një çik biznes tha. Shkon dhe merret, domethënë për të marrtur ti një restorant, sado pak të vogël, ty AKU-ja ta nxjerr shpirtin, domethënë çfarë them unë ty. Majt hundës. Në majt hundës. Jo kjo këtu, jo ASAP, jo certifikim, jo dreqë që tani të bim. Po ta marrësh nga ana, le të themi biologjike e gjës, nga kontrolli, nga mënyra ti thua, valla, unë se hap hiç. Po u mora me këto letra. Ata pikërisht me këtë gjë bëjnë, sepse është e vetmja gjë për të cilën ata kanë mundësi domethënë të korruptojnë. Se ta e di shumë mirë që ti nuk arrin dot t'i bësh gjë. Ore nuk i bën dot gjithë dokumentacionin që kërkon AKU-ja teorikisht, nuk e bën dot as 90% e lokale në restoranteve në gjithë Shqipërinë. S'bëhet fjalë më. Dhe këta merren me këtë. Ndërkohë që duhet merrem pikërisht me atë që futet në treg nga jashtë. Po më thuaj që është institucion që vë gjoba. Po jo kontrollon. Jo, më nuk e tha kështu tani. Po e them domethënë hapur fare sepse me ata i kanë pasur le të themi gjykatën e ka pasur një undar. Është totalisht e vërtet. Është totalisht e vërtet kështu. Ne kemi harruar sepse në një vend ku çfarë nuk ndodh për fat të keq, e di çfarë më shkruanin njerëzit sot? Po pikërisht me këtë duhet merreni ju tha. Ju dilni në ekran, flisni e vrau, e preu, gjë që shpesh herë dhe nuk është se e shqetëson shoqërinë tek pjesa e sigurisë, por në fakt trumbetimi që ne i bëjmë të vazhdueshëm e shqetëson akoma më shumë. Se në qoftë se nuk do flitej kaq shumë për vrasjet që ndodhin në vendin tonë, edhe shoqëria nuk do t'i shihte dhe nuk do t'i ndjente kaq shumë. Ti shkon në një supermarket. Se në ditës edhe bandat kur vriten, përveç se kur ka qytetar të pafajshëm patjetër është shumë herë më sensitive. Edhe bandat kur vriten me njëri tjetrin vriten. Normal. Dhe pjesën tjetër shoqërisë nuk e prekin. Ti shkon në një supermarket. Por ne duke i dhënë kaq shumë zë, shqetësojmë dhe shoqërinë dhe kemi harruar që ore çapo ham. Ti shkon në një supermarket dhe gjen. Do ta lexoj pak. Vetëm një sekond. Dhe gjen për shembull 1, 2, 3 apo 10 produkte të cilat u ka kaluar skadenca ose i kanë vënë një skadencë si të mbi skadencën e parë. Kjo ka ndodhur rëndomt. Me qindra me mira herë. Madje ka ndodhur edhe te supermarketit e lagjit ku jetoj. Ama punë e madhe më burse 10 ditë ka kaluar nga kjo. Tani e di ku qëndron kjo historia? Ore kjo skadenca që kanë shpikur ta europianët, nuk është më kot më. Nuk është kot. Atë është në momentin kur ti e ke gjetur një herë këtë supermarketi. Ore pse se mbyll një herë për jetë këtë ti? Ky njeri, ky pronari i këtij supermarketi, në jetës duhet merret më me këtë lloj biznesi. Zero. Duke vrarë konsumatorin. Zero mos duhet merret më.
qoftë ky i Vockël fare, ai një market lagje, qoftë edhe ku di un supermarket i madh. S'duhet të merret fare. Por ma thuaj ti mua kur e kanë bërë një herë këta. Dhe çudia ta thashë më falsi të ndërpreva. Dhe çudia mund ta bëjnë se janë bërë monopol. Po pra, çudia është më herë ke produkte të mira te marketi i lagjës së sa te supermarketet. Ku han më pap? Ku han më se marr vesh o burr? Nuk e kuptoj. Mirë ne që jemi popull, po këta paria e madhe, ç'a bëjnë këta? Se në orën njëtin ushqim hanë ata të njëjtin ajë thithi me ne ata. Problemi është domethënë ata s'duan veten e tyre, imagjino do na duan ne. Kjo është logjika në përfundim. Po, absolutisht. Ajde lexoje Radina, Dimali, pavarësisht se lajmi u bë publik. Për këtë arsye i bëjmë thirrje të gjitha palëve që kanë shpërndar, publikuar apo ripublikuar këto informacione të rreme, që të përditësojnë lajmet për raportimin e duhur në të gjitha rrjetet dhe platformat e tyre të komunikimit, faqe interneti, rrjetet sociale, grupe diskutimi e tjerë. Pra, edhe në grupet e WhatsApp-it dhe në për tavolina kur është diskutuar, ne duhet i rregullojmë këto gjëra. Mos respektimi kësaj kërkese përveç se përhapjes së një paniku të panevojshëm në publik dhe dëmtimit të një industrie të tërë, do të pasohet me ndjekje të gjitha rrugëve ligjore për mbrojtjen e imazhit dhe integritetit të kompanisë sonë. Për fat të mirë, sot policia e Tiranës na u përgjigj dhe na mbrojti nga të gjitha ato kallëzimet që mund të na bëhen. Kjo që ka bërë kjo kompani, që ai da lexoj, praktikisht nga ajo çfarë un kuptoj këtu, është që mbasi një kompani e tillë, apo dy kompani, apo tre, apo pesë, çon si ka numri kompanive, fusin në treg një lloj produkti të tillë, janë të vetëdijshëm që brenda ky lloj produkti ka salmonel të gradës më të rrezikshme, pra të këtij bakteri, dhe që shkakton dëme tmerrësisht serioze në shëndetin e qytetarëve, guxojnë edhe thonë që do merren edhe masa ligjore. Pra, për sa kohë ti je i vetëdijshëm, ka ardhur Isuvi për të marrë analizën, ka konstatuar salmonel dhe pret përgjigjen përfundimtare, ti si kompani, apo si person administrator, merr dhe vazhdon shpërndarjen e produktit me tonelata të qytetarët në disa supermarkete të rëndësishme të Tiranës edhe të qyteteve tjera në Shqipëri, arrin pra deri në këtë pikë. Por siç e tha Aida, shfat i madh që këtë herë ka reaguar policia e shtetit dhe këta persona i ka shpallur në kërkim, po ashtu edhe inspektorët e AKU-s. Po mirë, çfarë faj kemi ne si konsumator në gjithë këtë histori? Sepse kjo nuk është hera e parë që neve na ndodh të konsumojmë fileto, mishpule apo çfarëdo lloj produkti tjetër që na del salmonela brenda. E paguajmë kilën e domates nga 2000 lekë. Shkojmë te Kastraveci po ashtu. Na vin nga jashtë. Nuk e dim se çfarë produkti fusin në stomakun ton. Motorin pra që na mban ndezur gjithë ditën. Dhe pasaj shkojmë përplasemi dyrave të spitaleve, na del salmonela, e na dalin një sër sëmundjesh të tjera, e përfundojmë deri tek sëmundjet kancerogjene, pikërisht për shkak të këtyre produkteve, të cilat nuk ka institucion që i kontrollon këto në Shqipëri. Por çfarë bën autoriteti kombëtar i ushqimit në këtë histori? Po do ta ngrej këtë pyetje mos sepse kjo është tipikisht sken krimi. Kjo është vrastare. Ti japësh konsumatorit shqiptar një populli të varfër që me zor shkon e bledh atë filetën e pulës 6-7.000 lekë kilja, e të përfundoj dhe me salmonel brenda. Dhe mirë që me zor nxjerr 6.000 lekë për ta paguar atë filetën, po të përplasë dhe dyrave spitaleve, çka kusuri ka? Po autoriteti kombëtar i ushqimit, çfarë roli duhet marrin në këtë histori? Nuk mundemi ne të pranojmë për te le të themi qëndrimit neutral që unë do duhet të mbaj si gazetar i sken krimi, pra si moderator i këtij emisioni, me përgjegjësi të plot personale unë, nuk mundem të pranoj një njoftim të AKU-s që vjen në këtë lloj mënyre, me lojra fjalësh që mbasi e kemi konstatuar, e kemi çuar, bllokoje zotëri, bllokoje atë produkt. E kuptove që aty kishte salmonel? Po, por stopoje. Ka dhe një gjë tjetër. AMG-ja, kompania importuese, thotë që ne kemi bashkëpunuar me autoritetin kombëtar të ushqimit dhe i kemi vënë në dispozicion të gjitha faturat ku është shitur produkti me qëllim që të informohet konsumatori dhe të kthehet produkti më pas apo të mos konsumohet nga ato të fundit. Ne informojmë ditë fundit. Dhe autoriteti kombëtar i ushqimit në përgjigjen që ka sjellë në atë që lexove ti thotë që kompanit si ajo që e ka importuar, si kompania shpërndarëse nuk janë treguar bashkëpunuese. Tani kush gënjen këtu? Për mua, përgjegjësia... Vazhdon ping-pongu, njësoj si polici prokurori këtu në çdo vrasje edhe këtë histori, domethënë. Kompanive që patjetër, thash, këta janë bërë babzitur edhe nuk din më çfarë shesin,
ti që je autoritet mbikëqyrës dhe ke për detyrë sepse paguhesh nga taksat e popullit shqiptar, ke për detyrë të garantosh cilësinë e produkteve që ata hanë, je ti ai që duhet ta konstatosh dhe je ti ai që duhet ta bllokoje ta vuri apo nuk ta vuri ty në dispozicion faturën. Në një rast Madje nuk duhet kishte shkuar fare deri tek fatura, duhet ishte bllokuar që në momentin që u konstatua salmonel, por unë e thash, shqyr që u bë kaq e madhe që të mos kemi raste që përsëritem. Nuk e di, inshallah reflektojmë, por dy gjëra. Jam dua me patjetër ta them këtë. Sepse po ju ishtemi shumë ke asaj çështjes le të themi të kompanive. Ka dy korrupsione, pasivi dhe aktivi. Okej? Aktivi dënohet më pak se sa pasivi. Okej. Në logjikë të gjës. Pra unë që ti jap, ti dënohesh më pak se sa ti që i merr. Sa unë që i marr. Okej. Pse? Se unë që i marr, jam në të drejtën time mos e pranoj rishfetin tënd. E qartë. E kuptove sensin? E kuptova. Tani ajo të cilën, ore unë nuk merrem me kompaninë. Ose na duhet fare më. Ose më duhet fare, domethënë, si ajo kompani, si kjo kompani mund të jetë 10 tjera. Por janë pa diskutim edhe kanë qenë. Unë kam vendosur kompania nuk paguhet nga taksat e mia. AKU-ja paguhet nga taksat e mia. Unë paguaj AKU-n o zotri. Dhe ky njeri, këta që sapo the domethënë këta 3 inspektorët apo 30 inspektorë, s'më interesojnë fare, këta për mua nuk e di domethënë ç'a duhet. Ç'a duhet bërë me këta. Ky është problem shumë i madh më. Nuk është problemi i një kompanie, mua nuk më intereson fare mënyra se si shprehen ata. Mua më intereson kjo kompania, ky AKU-ja, e kapi këtë gjë apo jo? Në momentin ku e kapi, e bllokoi? Jo, se bllokoi. Dhe pasi e bllokoi, e çoi për ndjekje penale atë? Do ta çoj AKU-ja më për ndjekje penale. Jo, u bë publik lajmi. E çon AKU-ja, okay? Kur ka lagu von fare që e kanë çuar prokurorin. Pra zotrin, duhet të merremi me ata të cilët neve i paguajmë dhe duhet të kërkojmë llogari. Jo me kompaninë AMG, ITC, FCK. Ç'më intereson fare mua kush janë ata. Sepse ata mund të mos jenë moralisht mo. Nuk janë Pepsi ata. Pepsi kur i ndodhi përpara 20 vitesh domethënë që qelloi një produkt të Pepsi, ai nuk priti domethënë që të gjinte se ku ishte produkti. Nga gjithë Amerika e hoqi nga gjitha supermarketet. Po. Me njëherë, direkt, e hoqi. Ai nuk priti të shikoj se ky ka shkuar në Louisiana apo në New York. Ta gjem ku është. Ja ta gjem ku është. Ai nga Kalifornia në Philadelphia e hoqi gjithë. E hoqi gjithë. Po është. Ti mos prit këtë. Tregon. Sepse ti nuk po shembull dhe provoja ti po deshe pastaj. Kjo është historia e gjithë. Po ti nuk mund ta presësh një gjë të tillë mo. Nga kush? Nga njerëz të cilët domethënë nuk kanë bërë shtet akoma? Ti s'ke shtet më zotri. Nuk ke. Lejë më pallavrat e këtyre, do shkojmë në Europë, do shkojmë ne. Çfarë Europë drejje? Kush pranon ti në Europë kështu më? Mos e nuk është kjo histori, se këtu problemi është që dalin manderinat. Dalin në treg manderinat? Po të gjithë. Konsumohen manderinat? Po të gjithë. Masi ham, o prit herë thotë se keni bërë produkte na vjen sezonin tjetër. Pritoj o ti zotri sa kilogram ton qep e patate e dreqe shejtan biri hedhin aty në Korçë në muajin dhjetor e janar më burr. Po më. Me tonelata. Sepse nuk ushitet. Ku është më kjo ministri? Ajo qepa duhet, atë qepë duhet të shkojë në tavolina shqiptare. Nuk duhet të shkojë ajo qepa që vjen nga Ukraina, o Andi. Apo nga Serbia. Po këtu nuk ka shtet. Pse? Sepse ai e sjell atje me çmimin më të ulur se këtu dhe këtu nuk ka një shtet domethënë që të bëj barrierë. Jo, më zotri se kanë prodhimin tim një herë. Do mbroj konsumatorin dhe prodhuesin tim. Atë po thoja Onardi, pra fermerët dhe prodhuesit brenda territorit janë lënë në mëshirë të fatit. Nuk ka vit dhe muaj që ata fermerët e Lushnjës, ata të Korçës që ne të mos bëjmë minimalisht një kronik dhe një lajm apo 10 lajme në muaj që këta dalin edhe bëjnë protesta e derdhin produktet. A ti pse nuk shiten brenda? Se nuk është futur. Ç'a patate janë? Se nuk është futur Rumania dhe Bullgaria kanë pasur temp për gjoja këto tani. Rumania dhe Bullgaria janë futur në komunitetin në BE në vitin 2006. Po. Okej? Në Schengen me të drejtën e punësimit dhe me të gjithë kategorinë e mundshme janë futur në vitin 2024. Pra 18 vjet pasi hyn në BE. Pasi hyn në BE. Pas 18 vjetësh këta njerëz, këta rumunë dhe bullgar plotësuan kushtet. Dhe cilët janë kushtet? 1. Ministria e Bujqësisë, 2. Ministria e Shëndetësisë. Këto janë dy shtylla. Neve na akuzojnë për vjedhje fondit të partëve, po jo, unë po mundohem të them diçka krejt tjetër. Unë po mundohem të them këtyre shqiptarëve që na shohin, o njëre hapni syt. Nuk është kjo idiotësia që nxjerrë Edi Rama sot pesa se do të çojë unë në Europë.
Në Europë jemi ne dhe Andi. Në Europë shkohet me standarte. Dhe standardi vendoset të shtëpia jote një herë, nuk kërkohet do shkoj në Europë. Si do shkosh në Europë me këto? Po ku ndodh më kjo gjë në Europë? Absolutisht jo. Absolutisht. Ku ndodh kjo? Cilësia në vendet e Bashkimit Evropian nuk ka të krahasuar me atë që ne kam në Shqipëri. Po çfarë thua më? Edhe domethënë kjo realisht. Po shkon të ulesh të ndjen aromën e domates, po dhe në dimër. Po këtu s'ke shans më të të vjen aroma e domates e trangullit, do të ç'është muhabet. Jo, kjo është e vërtetë, e dinë edhe shikuesit këtë. I vëlla që kanë mbaruar për isha jashtë në një vend të Bashkimit Evropian, tani erdhi sallata me domate, i vinte aroma domate, si ato domatet atje në fshat që bën mami im. Ndërkohë vjen këtu, jo vetëm që s'ka aromë, po të betohem është një lloj me shijen e mollës. Një lloj, nuk ka asnjë dallim. Im vëlla që ka mbaruar Universitetin e Bujqësor dhe ka mbaruar edhe në Stuttgart, është me shumë krenari, them një mendje e zgjuar, shumë e zgjuar, më thotë gjithmonë kur marr bëj pazar në shtëpi. Thotë i morë thotë ato do perime, po leri jashtë frigoriferit. Po si më do prishe? Leri që do ikin një pesticide ca kohë. E kuptoj. Po ti e shile fillon të skuqet në shtëpi. E kuptove? E kuptova. E kuptove që neve në Shqipëri, po thuajse gjatë kohës shtator deri në mars, prill, maj, nuk ke një produkt që ti të mos kesh frikë ta hash më. Vjen lule shtrydhja pa shije. Vjen domate. Vjen lule shtrydhja sa një domate, burr. Ko ka lule shtrydhja sa një domate më shumë? Shije nuk ka. Është rracë lule shtrydhja. Bravo. Jo, dakor, mund të jetë e madhe, po jo më aq shumë pesticide domethënë, sa të mos ketë shije. Po janë bërë të gjitha shijet e frutave një lloj. Është vërtet. Që më ngjan me mollën. Çdo frutë që ha ngjan me mollën. Ta përmbyllim të temë sepse kjo realisht është një nuk mbyllet kurrë, të doja të thoja që kjo është një temë shumë e gjatë, dhe më thash, nuk ka sken më të madhe krimi se sa produktet që shkojnë të kontaminuara, pra të helmuara me salmonel, me baktere, me pesticide e tjera me radhë, sepse edhe nuk kemi ekspert të bujqësisë që t'i njohim mirë edhe termat, por di vetëm këtë që qytetarët shqiptar duhet të bëjnë kujdes edhe ka pra autoriteti kombëtar i ushqimit do duhet të tregohet rigoroz me kontrollet në këtë histori. Dhe realisht unë në këtë emision sa herë që të ketë situata të tilla, nuk do t'i ndahem derisa qytetarëve shqiptar të shkojë një ushqim cilësor në turizmin e tyre dhe mos të rrezikojnë jetën nga këto produkte. Në emër të interesit konsumatorëve duhet të bëjmë gjithçka për t'i mbrojtur këta. Kjo është e vetë një rrugë. Nëse nuk mjaftojnë 3 shpërdorimet e tyre, procedime penale apo arrestime e tjera me radhë. Dhe këto jo premtoj. Mirë. Ne do të kalojmë në një tjetër çështje, se teksa kemi këto probleme, sigurisht në anën tjetër kemi edhe SPAK-un, i cili duket që është institucioni që ngjall në një farforme shpresë në Shqipëri, por kemi krime zgjedhore. Pra janë vetëm një muaj e pak ditë, të cilat na ndajnë nga zgjedhjet e 11 majit. Por sigurisht fushata ka nisur dhe SPAK ka një task force që ka ngritur, por qetësi është. Ndjekim insertin, dëgjojmë edhe rikthehemi për diskutim. Ndërkohë që SPAK ka ndërmarrë aksione të bujshme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit deri në nivele të larta, një çështje mbetet ende e dyshimt. Krime zgjedhore. Edhe pse zgjedhjet e fundit u shoqëruan me akuza për blerje votash, presion ndaj votuesve dhe manipulime të tjera, ende nuk ka asnjë goditje konkrete nga prokuroria e posaçme. Por pse po ndodh kjo? Ende nuk ka ndodhur një krim zgjedhor apo po pritet momenti i dur për të vepruar. Për të luftuar krimet zgjedhore, SPAK në fund të janarit ngriti një task force të specializuar, e cila ka për detyrë hetimin e rasteve të denoncuara për blerje votash dhe presion ndaj zgjedhësve, analizimin e provave të siguruara nga hetues dhe sigurisht denoncimin të qytetarëve, të cilat do mund t'i bëjnë edhe në faqen zyrtare të SPAK, si dhe bashkëpunimin me institucione të ndryshme brenda vendit për të goditur krimin zgjedhor. Megjithatë, pavarësisht ngritjes së kësaj strukture, deri më tani ende nuk ka asnjë sinjal që të tregoj se po hetojnë këto çështje apo të ketë proceduar për krime zgjedhore. Sigurisht, audienca mbështetëse e SPAK ka të gjithë të drejtën të dyshojë apo të pyesë se çfarë po ndodh. Ndoshta edhe duke pyetur, a ka vërtet SPAK vullnet për të goditur manipuluesit apo vjedhësit e votës, ata që i blejnë apo ata që kërcënojnë për votën. Më herët SPAK ka pasur disa dosje në tryezat e tij, ku janë hetuar individ të ndryshëm me madje duke dënuar edhe kryebashkiak, siç është rasti i Fredi Belerit apo Edison Memollës, kryebashkiaku të Rogozhinës. Megjithatë, së fundi ka pasur një sër denoncimesh publike që fushata zgjedhore ka nisur me keqpërdorimin e administratës shtetërore. Asnjë prej gazetarëve
apo atyre që janë me burime pranë SPAK, sot nuk mund të konfirmojnë dot nëse lidhur me këtë çështje ka nisur apo jo një hetim konkret. Zërat në skenën politike dhe mediatike thonë se SPAK mund godas fort, por në momentin që është më të përshtatshëm. Nëse kjo do të ndodhë në një periudhë parazgjedhore apo pas zgjedhjeve, betet për tu parë, por një gjë është e sigurt. Ndryshimi i kulturës së pandëshkueshmërisë për krime zgjedhore do të jetë një test i madh për drejtsinë e re në Shqipëri.